mundet qytetarit mos e di se kreu juaj u merr pronarve 38.000 metër katror tokë dhe e Vllachko Olsit. Këtu Shqipër, shko Shqipërit, terapi tresht e keni. Po, nuk mundet. Qytetarit mos e di se deputet të grupit tuaj dhe ju më pas tyre votoni për mbrojtje e plashkitjes pronave publike. Olta Xhashka, ku është? 12.000 metër katror tokë publike. Dhe ju parzmore e saj, në një kohë kur kushtetuta thot se mandati dorëzohet, s'ka të bëjmë me mandatin. Nuk mundet që qytetarit harroj kur vinit me çanta super luksi dhe me këpuca Antonio Vjetri. Po, dhe pastaj kur shtru problemi çanta, vini pa çanta fare. Në parlament. E vërteta është kjo, se ju s'doni t'ja dini fare se ekzistojnë të varfër në këtë vend. Nuk mundet qytetarit mos e di se që kur u vu ky Vengu, dezertori i NATO-s, në portën e Durrësit, 1 kilogram kokain nuk është kapur. Dhe u shpërblye ky për të bërë ministër, sepse i hapi klaneve të drogës, u hapi portin. Nuk mundet qytetari të mos e di se Lubiloti e ndau unazën e Tiranës 13 kilometra në 14 kontrata. Eureka! E qeta se si të vjedh më shumë. Rekord botror Guinness. Dhe kjo zonjë, kur kërkoj të ngrihet në kam parlamenti për të nderuar Martin Canin, vjen dhe zgërdhiet para shtëpinë sime. Janë të stamposura në memorien e qytetarëve shqiptar të gjitha këto. Po. Nuk mundet që shqiptarët të pranojnë cinizmin tuaj ekstrem ndaj tyre. Mashtrimet një mas një të premtimeve të padrinos tuaj. Ju sot s'do të kishit ardhur fare në parlament. Ju po të kishit minimumin e ndërgjegjës shoqërore, mbledhjen e grupit kishit vendos, mos dalim më para shqiptarëve. Absolutisht ky do ishte vendimi më i drejtë që mund të pirnit. Sepse këto që po them janë të vërteta. Nuk mundet që ju qytetarit mos e di se Tau është bashkëpunëtor i ngushtë i barëve, i rajave, i telve, me dokumenta. Nuk mundet që qytetarit mos e di se antarët grupit tuaj përdorin imunitetin për të fshehur krime monstruoze. Nuk mundet që qytetarit mos e di se ju i rrëmbyet mandatin një deputeti guximtar, një deputeti trim, një deputeti që përfaqësoi me dinjitetin më të madh zgjedhësit e tij në Korçë dhe në Shqipëri Ervin Saljanit, sepse janë zori lidhjet të tmerrshme me krimit Fatmir Xhavës dhe Edi Ramës. Dhe ju e burgostate, ju votuat në Korë për t'i marrë imunitetin me gjykas dhe prokuror politik. Dhe sot ai është në burg, duke menduar se kështu i shpëtuat ju verdiktit qytetarëve. Nuk mundet qytetarët mos e dinë se ju jeni ata që votuat në 5 minuta.
për arrestimin e Sali Berisha në një kohë kur, o të mirë, nuk bëra asgjë tjetër të mbrojta parlamentin. Nuk bëra asgjë tjetër të mbrojta parlamentin. Dhe ju, si kukulla, mjerane, votuot, tani priteni. E bët, do u kthehet, karma, u vjen mbrapa. Unë pranova shumë për të mbrojtur parlamentin.